E kështu parat janë të ndotura, janë vërtet më të ndotura nga sa ne larg parave do të thënë tani. Jo, larg parave asnjëherë. Në kërkim të parave gjithmonë dhe të lumturisë mbi gjithçka tjetër. Por të kujdesshëm me ato këshillat që i ndoshëm edhe tek inserti që pasi kemi shkëmbyer parat, të kujdesemi që të dezinfektojmë duart, të lajmë duart, kemi një higjenë të mirë në mënyrë që të mos bëhemi mbartës të ndonjë infeksioni apo të ndonjë mikrobi, por njëherë azi edhe transmetues të tij. Sa më të kujdesshëm do të ishte akoma edhe më mirë. Dhe nuk e di pse pikërisht në këtë pikë të emisionit filloi të përdoret fjala kujdes. Kujdes është shtuar, i moderuar të gjitha llojet e kujdeseve duhet të jenë jo vetëm ditën e sotme, po secilën ditë. Në fakt, edhe njësoj siç nisëm edhe ne me këshillat që po jepnin ditën e sotme, edhe Paulo Fox jep këshillat e tij ose më saktë parashikimin e tij të yjeve që ndikon më pas tek secili që është kështu e apasionuar, por jo vetëm. Secili në një moment caktuar, nëse shikon diçka për horoskopin, ndalon, klikon edhe e shikon. Kështu që në këtë rast dorim që të ndaleshim edhe ne te secila shenjë në aspektin financiar të karrierës, të parave se çfarë ndodh, për të nisur si zakonisht me shenjën e parë me dashin. Është një periudhë për zgjedhje konkrete në punë, pra nëse deri tani mund të kenë qenë si në ajër, tani është momenti për zgjidhje dhe zgjedhje konkrete, duke hequr dorë nga përpjekjet e kota, duke investuar në ato që premtojnë. Mundësi për ristrukturim dhe hapje ndaj bashkëpunimeve të reja. Nuk e di ç'do ndodh, mbas e merr ndonjë ofertë pune të re, duhet mbylli ca gjëra, të hap të gjëra të tjera. Nuk do ishte keq as pak, urojmë edhe shpresojmë që të jetë kështu për dashin, ndërkohë që do të shkojmë tek Demi. Në punë ka paqartësi ndaj shmang vendimet e nxituara. Nga fundjava hapen rrugë të reja për marrëveshje më të shëndrueshme. Do duhet të presësh deri në fundjavë për të marrë vendimet e duhura. Shko Viola, ka që në fillim të javës që fundjavën e paralajmëron për vendime të jashtëzakonshme, mundësi shumë të mira. Nuk ka thot kot kaq shpesh. Unë mezi po pres edhe pastaj do ja them të hënën se çfarë ndodhi. Edhe unë me zor po pres që na dali horoskopi, ti dali Paulo Foxit, po jam e bindur që disa detajet vogla edhe mund t'i ketë të vërteta dhe mund t'jem pik reference. Ndërkohë tek binjakët, Mërkuri sjell vendimet të shpejta e efikase dhe sqarime të rëndësishme deri në fund të muajit. Projekte të reja dhe bashkëpunime shihen në horizont. Shumë bashkëpunime që kanë ditën e sotme. Po gjithçka sillet rreth bashkëpunimeve, se ne në punë jemi në bashkëpunime, në familje jemi në bashkëpunime, kudo kemi marrëdhënie për t'i mbajtur të shëndetshme. E nëse i mbajmë të shëndetshme, do të ketë rezultat pozitiv. Do të shkojmë tani tek gaforja. Marrëdhëniet profesionale forcohen dhe hapin rrugë për projekte afatgjata. Vlen që të vlerësosh me kujdes ofertat që vinë deri në përfundim të vjeshtës, ka ofertimi për shenjën e gafores. Kjo e këtij sezoni, kështu që urem fat për secilin prej jush. Absolutisht. Për të kaluar tek shenja e radhës tek Luani, optimizëm në karrierë dhe njohje të aftësive të tua, por rrezik i lodhjes nga ngarkesat. Fokusohet te objektivat afatgjata, por duke pasur parasysh një ritëm të qetë në mënyrë që të mos humbas gjëra të tjera rrugës. Se çka Luani këto kohë nuk ka qenë mirë. Shkojmë tek Virgjëresha. Po hyn në një fazë aktive për projekte të reja dhe ndryshime profesionale. Mund të rishikosh bashkëpunime apo mënyrën e punës për të ndjerë më i lirë. Gjithë ju që përkisni shenjës së Virgjëreshës, që duhet thënë jeni tashmë në sezonin tuaj, deri në 23 shtator, edhe për pak, duhet të shfrytëzoni këtë kohë edhe për të fituar lirinë emocionale mbi gjithçka tjetër. E duke qenë në këtë të vetë ndjerë, do të mund të arrini rezultatet e pritshme. Ndërkohë për të kaluar tek shenja e radhës, tek peshorja, kështu që Viola me shumë kujdes tani, pengesa dhe lodhje më të mëdha se zakonisht në punë, por shkot transformimi. Rekomandohen trajnime apo aftësime të reja për të përparuar lodhjen edhe të gjithë ngarkesën e ka përmendur për shumë kohë. Unë shpresoj që peshorja në këtë rast gjatë fundjavës të marrë të gjitha të kohën që i duhet për të qetësuar edhe ndoshta të jap një fakt ose një argument pse i besoj ndonjëherë horoskopit, jo për gjithçka. Nuk mund të justifikoj sjelljet dhe veprimet e mia nga horoskopi, po për shembull, para pak ditësh unë shpreha dëshirën për të filluar një kurs për frëngjisht. Ka qenë një nga dëshirat e mia dhe me sa duket edhe horoskopi ma tha. Është koha për të përparuar edhe për të aftësuar në drejtime të reja. Ja, fantastike. Shikon që ndodhi, ja, na e ka thënë dhe horoskopi në këtë rast. Shkojmë tek shenja e radhës tani, nga peshorja tek akrepi.
Kalu hatje në energji dhe përqëndrim, ndaj mos e mbi ngarko veten me shumë detyra. Kujdesi ndaj ritmit të punës do të ndihmoj të ruash rendimentin. Mos haroj që në fund të ditës duhet të jesh produktiv. Në mënyrë që ditat mos duket e lodhshme. Se imagjino dikë i cili nuk bën asgjë gjatë gjithë ditës, edhe pse madomendja nuk ka të tillë. Nuk ka mundësi dikush të Nuk ka mundësi me këtë ritm jete që ne kemi. Por, imagjino e pak se sa e lodhshme do t'ishte dita në rast se do ishim gjatë gjithë kohës në kërkim të ditës së re që të vinte sa më shpejt. Janë ditët e jetës tonë, kështu që duhet t'i shfrytëzojmë në maksimum për arritje personale dhe profesionale. Shumë e rëndësishme kjo për të kaluar tek shenja e radhës tek shigjetari në këtë rast, periudha më dinamike dhe me mundësi për të rifilluar projekte të tjera, po jo të reja kështu nga e para, projekte të lëna pezull, do të kesh energji për të provuar edhe kufin të ri profesional. Nëse deri tani nuk she pasur ndoshta mundësinë apo edhe mund të kenë qenë disa gjëra që kanë çduar në atë periudhë, tani është momenti duhur për të tejkaluar ndoshta kufitet tua edhe për të nisur gjëra të reja, pa dyshim. Forca shigjetar. Shkojmë tek Bricjapi, por reflekton mbi objektivat e karrierës dhe mund të marrësh detyra shtesë për të forcuar pozitën tënde. Kujdes me kontratat dhe marrëveshjet. Nuk është dita e duhur për të vendosur firmën në ndonjë flet që nuk e lexon. Shkoj për nesër? Më mirë lëre për nesër, ose prit deri nesër që të të themi horoskopin në ditët në vijim, dhe pastaj ndoshta nga e hëna mbasi është koha e duhur për të marrë fillimi javë të gjitha për kontrata. Për të kaluar tek shenja e radhës tek Ujori, Mërkuri sjell ide të vlefshme për punë dhe për projekte, por siguria ekonomike është ende e pasigurt për ndryshime të mëdha. Fokuso energjitë në bashkëpunime të reja. Nëse fjala kujdes është e çdo ditë, fjala bashkëpunim mendoj që është e ditës sotme dhe do dojem fakti ishte e çdo ditë sepse shumë e rëndësishme, megjithatë bashkëpunimin të nesotme kështu vëth në vesh secili. Shkojmë në përfundim tek peshqit, shumë mundësi për rritje profesionale dhe njohje të merituara gjatë ditës së sotme, do të favorizohen shumë projektet afatgjata, studimi dhe ndryshimet e karrierës. E kemi përmendur në fakt disa herë gjatë fillimit të kësaj jave, hënë e martë, sot jemi të mërkur, që peshqit me sa duket po shohin me shumë vëmendje mundësit për të ndryshuar qoftë drejtimin në karrierë, qoftë vendin e punës. Sigur ta kishit menduar pak më herët së shtator tani? Në fakt imagjino, ka vënd për të mundësi punë tani? Mundësi të reja ka gjithmonë, po ndoshta koha e dur do ishte pak më herët. Ndoshta janari më pas. Ja të kemi që t'ju japim ditë pas dite, sinjalet e duhura se çfarë duhet të bëni bazuar në mënyrën se si yjet favorizojnë apo jo ditën tuaj. Nga Paulo Fox, si çdo ditë tjetër. Në fakt shumë interesante secila, unë vërtet shpresoj që secila ditë të sjell për secilën shenja të çfarë mund të kërkojnë, të duan edhe pse të jenë të lumtur në fund të ditës, duke qenë se kemi horoskop ekonomik dhe me shumë para i bie.